إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me qëndrimin ton në hijen e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën jemi duke jetuar një kohë të gjatë dhe jemi duke u frymëzuar me këtë hadith të bekuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha se janë 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu xhalla xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij. Dhe na folëm dhe u frymëzuam dhe na morëm mësim shumë gjatë rreth hutbeve të kaluara o vëllezër, duke marrur në pikat kryesore të cekura të këtij hadithi, edhe se nuk dëshirojmë me këtë hadith të cilën na jemi stërgjatur në këtë hadith dhe në shpjegimin e tij, që na vetëm të ndalemi e të I shohim ato tregimet sikur tregime të cilët duhet ndëgjuar apo pika me të cilët duhet memorizuar, por na me këtë hadith o vëllezër e shpjegojmë se është një hadith I cili neve na thirr dhe na fton se si që të bëhemi pjesëtar të këtyre gradave dhe këtyre kategorive të cilët I ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kushdo I cili dëshiron që një ditë të strehohet në hijen e arshit të Allahut xhalla xhelaluhu, në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij, le të I hap veshët e zemrës së tij dhe le të I hap sytë e tij, që ai të shikon dhe të ndëgjon bukur dhe mirë e të kupton me zemrën e tij se cilët janë këto pika dhe të merr mësim. E kushdo I cili dëshiron që të merr pjesë, le të mundohet që të bëhet ndoshta prej ndonjërit prej tyre, e një ditë kur dalsh për Allahu xhelle xhelaluhu të mundsohet të strehohesh në hijen e arshit të Allahu xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij. Hadithin për të cilën pejgamberi Allahut na tregoi se I ka zgjedhur Allahu xhelle xhelaluhu 7 persona. I zgjedh Allahu xhelle xhelaluhu 7 kategori. Kush prej nesh e morri si mësim kur folëm për kategorinë e parë, për udhëheqësin e drejtë, që nëse I jepet atij ndonjë udhëheqësi, që ai ta mendon vetveten e tij, a thua do të jem nga ata të cilët do strehohem në hijen e arshit të Krijuesit, I cili një ditë do t'i strehon këto njerëz të cilët do t'i përkasin kësaj kategorie. Folëm për kategorinë e dytë dhe për personin e dytë, ai I cili ishte I riu, I cili u rrit në adhurim të Allahu xhelle xhelaluhu. Sa përmirësim kemi në rinin tonë, vëllezër, kush prej të rive tonë e morri këtë mësim dhe këtë kategori,
që ai ta adapton veten e tij. Dhe kjo thirrje e cila u bë vazhdimisht që ai të i përket kësaj kategorie e të jetë nga ata të rinj të cilët rritet në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Folëm gjithashtu për kategorinë e tretë, të cilën thamë se është ai burri i cili zemrën e ka të lidhur për xhami. Dhe ai kur del nga xhamia e ka të lidhur derisa të kthehet në xhami. Kush prej nesh e lidhi zemrën e tij dhe e morri këtë mësim, apo na vetëm i ndëgjojmë dhe thomi bollmo me ato si ke dalltisur nga 7 kategoria, ato 7, nuk janë vetëm për të u diftuar dhe për të u treguar, e as për të u rrëfyer ngjarjet e tyre o vëllezër, por këtë që e bojmë që na ndoshta mos të marrmi hise e të cilësohemi me këto cilësi e mos të futmi ndoshta dhe ne në këtë kategori. Kush prej nesh e lidhi zemrën e tij me xhami, me shtëpinë e Allahut xhelle xhelaluhu, e të jetë zemra e tij e cila lidhet edhe nëse është jashtë, ai të dëshiron e të futet në xhami. A thua nuk je i ftuar dhe ti i dashur, i cili ti qëndron jashtë xhamisë, që dhe ti të jesh pjesëtar i kësaj xhamie, pse nuk e merr këtë mësim që na ta marrmi e të mundohemi të marrmi pjesë në këtë kategori? A thua vallë nuk jon këto mësime dhe këtë mësim, këtë rrëfim të cilën pejgamberi Allahut na u ndal dhe na dha këtë fokus o vëllezër, që na të fokusohemi? A thua neve nuk na takon që na të jemi pjesë e këtyre 7 personave të cilët do strehohen në ditën e hijen e arshit të Allahut xhelle xhelalu? Sot me lejen e Allahut xhelle xhelalu ndalemi që të futemi të një kategori e cila është kategoria e 5. Dhe kjo kategori o vëllezër nuk e cekëm vetëm si kategori, e as që e cekëm vetëm si pikë dhe si cilësi dhe si gradë. Nga ato burrat të cilët i zgjodhi Allahu xhelle xhelalu për të strehuar në hijen e arshit të tij. Por me të vërtetë është një kapitull madhor për të cilën e cekëm dhe e hapim ato për gjithë ata të cilët dëshirojnë e të marrin pjesë e të jenë nga pjesëtarët të cilët Allahu xhelle xhelaluhu do të i strehon një ditë në hijen e arshit të tij. Dhe se kjo kategori është më e nevojshme, dhe unë shpresoj që të gjithë na ta ndëgjojmë këtë pikë shumë me rëndësi, për të cilën pejgamberi Allahut na fokusoi në këtë pikë e cila është shumë me rëndësi, për shkak se mendoj se nuk ka ngelur dikush nga ne që spaku nuk jemi sprovuar ndoshta me kësi sprove, të cilët janë me të vërtetë sprova të lloj-llojshme, e cila është sprove e cila ka përfshirë shoqërinë tonë, dhe është një sprovë shumë e vështirë për të cilën na si musliman duhet gjatë t'ja vëndojmë veshin dhe duhet marrur mësim dhe këshilla, se me të vërtetë o vëllezër, fokusi i pejgamberit e Allahut është që na të marrmi mësim nga kjo pika e 5. E kush janë kjo kategori? Pejgamberi Allahut tha, i 5 i tyre është wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i 5 i këtyre burrave të zgjedhur, tha, është ai njeri, ai person i cili e fton ato një grua që është me pozitë dhe me status të madh të saj dhe me bukuri të lartë, e fton ato dhe ky nuk pengohet dhe nuk ndalohet që të i përgjigjesh thirrjes së saj vetëm se një kriter e ka në vetveten e tij. Dhe ai thot inni akhafu Allah rabbul alamin. Thot unë kam frikë Allahun, Zotin e botrave. Nëse një grua e fton për në imoralitet, e veçanërisht e një grua e cila ka pasuri dhe ka pozitë të lartë dhe ka bukuri të lartë, i posedon gjitha cilësit për të joshur dhe ti për të anuar dhe për të pas prirje, për të shkuar dhe të pëlqen që ti të i përgjigjesh asaj, e pejgamberi Allahut na dha këtë fokus, që të gjithë ne ta kemi këtë derë, e ta marrmi këtë pikë në sytë e ballit tonë gjithherë në moment kur të sprovohemi o vëllezër, e të shiqojmë dhe ta dim se ajo e cila të pengon nga kjo punë është e vetmja që ti të ngresh duart e të thuash inni akhafu Allah rabbul alamin. Unë kam frikë Allahun, Zotin e botrave. Po nuk ke frikë Allahut aty prezent, dije se me njëherë shejtani të mashtron dhe bjen në këtë pikë e cila është shumë e shëmtuar. Dhe se pa dyshim se
Allahu xhelle xhelaluhu nga prirja natyrore e njerëzimit të cilët i krijoi njerëzit, në të është që burri të anon nga gruaja dhe të ketë prirje për të gruaja dhe për të një femër e cila është e bukur. Dhe se kjo nuk është fajsim, nuk është fajsim që një burr të ketë prirje dhe të ketë epsh që ai të dëshiron të shkon të një gruaje. Gjithashtu Allahu xhelle xhelalu e bëri që gruaja të ketë prirje, se është nga prirje natyrore që ajo të anon nga burri dhe të tërheq burri. Si dhe burri i cili tërhiqet nga gruaja, Islami o vëllezër nuk erë që ta kundërshton këtë prirje, se kjo është prirje natyrore që Allahu e ka vlerësuar burrin që ai të anon nga gruaja dhe gruaja nga burri. Mirë po, Islami vendosi kriteret kryesore të cilët e ruajnë dhe e mbrojnë që ai mos të bjen në atë të çrregullueshëm dhe në atë të prishme dhe atë të poshtrën e cila atë e poshtron. Mu për atë vëllezër, Allahu xhelle xhelalu na ka treguar në Kur'an se është një natyrë fillestare që Allahu xhelle xhelalu ka krijuar njerëzit që ai ta ketë këtë prirje. Është dobësim dhe është poshtrim që burri mos të anon ka gruaja dhe të ketë anim tjetër. Ai mos të ketë epsh për grua, po të ketë epsh për tjerë. E nëse folmi na për këtë çështje, me njëherë cenzurohesh, me njëherë mbyllesh, ke fol për këtë, ke fol për atë. Ato janë aq shumë çnjerëzore që në burri të anon dikun tjetër. Epshin të cilin ja ka krijuar Allahu edhe prirjen natyrore ja ka krijuar që ai të dëshiron grua dhe të martohet. Se për ndryshe bën trazira. Për atë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na ka treguar për një popull i cili ka shumë i shëmtuar, populli i Lutit alayhi salam, i cili ato e kishin një cilësi shumë të poshtruar, që ato ju afronin burrave me burra apo gratë me gra. E kjo ishte çështja më e shëmtuar të cilën e dënoi Allahu xhelle xhelalu atë popull. Për atë në Islami të cilën flet dhe na të cilët flasin për këtë pikë nuk nënkupton se duhet ta ndal burrin komplet që ai mos të ketë as epsh as dëshirë as prirje e as të tërhiqet nga një grua. Nuk është ky cili e as qëllimi i këtij hadithi o vëllezër. Po cili dhe qëllimi i hadithit të pejgamberit Allahut është që ti të kesh frikë Allahun edhe mos të vendosish vetëm se aty ku e kije halal. Të i ruhesh dhe të kesh frikë Allahun xhelle xhelalu vetëm se aty ku ta ka lejuar Allahu xhelle xhelaluhu. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahil aliyil a'la wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, nga objektivat sheriatike të ligjit të Allahu xhelle xhelaluhu, të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i shpalli ligjet për njerëzit, është që është një dhe nga ato patjetërsueshme patjetërsueshme të cilët duhet që të i dinë çdo njeri që është objektiv sheriatike e përgjithshme që ta ruan nderin e njeriut. Cili Islami dhe këtë fe që Allahu xhelle xhelalu ka zgjedhur për ne, ka ardhur me ligjet të cilët na e ruan fen ton dhe na e mbron nderin ton dhe na e ruan prej ardhjen ton. Mu për atë Islami e hapi derën më madhore, e cila është martesa që të martohet njeriu. Se Allahu xhelle xhelaluhu çdo send e bëri në këtë dunja që të jenë çift, e burri të anon nga gruaja dhe gruaja nga burri, e pastaj e la derën e martesës që të ruan këtë prirje natyrore të njeriu. Dhe ja bëni halal martesën, e mos të shkojsh në për harame, e në për rezile, e të poshtrojsh nderin tënd, e të poshtrojsh familjen tënde, e të poshtrojsh dhe dinjitetin tënd dhe të hupish dhe fytyrën tënde, e të pastaj e të futesh në hidhrimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na ruan dhe Allahu të na bën nga ata të cilët i frigohen Allahut xhelle xhelaluhu. Vazhdojmë me këtë pikë vëllezër që është shumë e rëndësishme që të dimë se këtë kapitull që e hap Allahu për ne është një mirësi shumë e madhe dhe është objektiv sheriatike dhe ndaloi Allahu xhelle xhelaluhu imoralitetin dhe zinon për të na ruajtur shoqërinë tonë. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.